Futja në rendin e ditës për shqyrtimin e ligjeve që kërkojnë votim të cilësuar në kuvend është konsideruar e nxituar nga deputetët socialistë të Komisionit Parlamentar të Ligjeve. Në mbledhjen e thirrur për të shqyrtuar kodin rrugor, deputeti Fatmir Xhafa kërkoi zbatimin me përpikmëri të vendimeve të konferencës së kryetarëve, në mënyrë që, siç tha ai, t'i hapet rruga shqyrtimit të ligjeve, sipas standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Unanimisht, konferenca e kryetarëve miratoi një kalendar që nënkupton që disa nga këto projekt ligje që lidhen kryesisht me fushën e transporteve, ka deklaruar kryetari i grupit tonë parlamentar, do të votohen brenda këtij sesioni parlamentar në kalendarin e miratuar dhe sipas radhës së miratuar nga konferenca kryetare. Kjo është shumë korrekte dhe ne po i qëndrojmë saj në mënyrë shumë korrekte. Po i qëndrojmë në mënyrë korrekte sepse jemi sot këtu për të diskutuar për të çështje. Megjithse koha është e shkurtër, por duke marrë në konsiderat këtë detyrim të caktuar, këtë kalendar të caktuar, duke qenë plotësisht të përgjegjshëm për rëndësinë që ka, duke qenë plotësisht të përgjegjshëm në nevojën për ta respektuar të vendimarrjet të konferencës kryetarëve, duke qenë plotësisht të përgjegjshëm për rëndësinë që ka për të bërë ky hap, ne jemi këtu, por ne nuk jemi këtu për të qenë numra, për të qenë kartona që mund na përdorni ju apo kushdo tjetër sipas mënyrës tij. Këtë harrojeni. I menjëhershëm ishte reagimi i kryetarit të Komisionit të Ligjeve Ilir Usmajli, kur tha se Partia Socialiste po mban qëndrime të dyfishta. Kjo ishte prova e parë për të parë sa do t'i qëndronte historisë marrëveshja. Dhe nëse kjo është prova e parë dhe në provën e parë nuk lejojmë që të kalojë ose të ketë sukses, nuk do ishte më marrëveshje historike, do të ishte dështimi historik. Pas këtij diskutimi, palët arritën të gjejnë konsensusin për shqyrtimin e kodit rrugor të hënën e ardhshme, i cili është formuluar që në prill të vitit 2009. Palët ranë dakord të dëgjojnë grupet e interesit, të thirret Ministria e Transportit të raportojë për projekt ligjin, ndërsa këtë të martë raportuan përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë. Ndërkohë, Komisioni Veprimtarisë Prodhuese kaloi me konsensus të partive politike kodin ajror, hekurodhor dhe detar.